Bukuria muzikore është gërshetuar në programin e koncertit Espresiva Impresione të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Kamertale, Kamerfest. Muzika romantike, ajo impresioniste dhe shqipe janë lidhur si poem në 3 kapituj unik. E tillë ka qenë edhe vepra Moje bukur amore, e aranzhuar nga Thomas Simaku, e cila si version për piano, violin e violonçel është luajtur premier. Ka qenë koncert për plot emocione e elegancë muzikore. Pianistja Veronika Koprivica nga Danimarka, violinisti Leonard Simaku dhe violonçelisti ukrainas Aleksandr Zembrovski kanë sjell atë që e kanë konsideruar si shprehje të shprehjes, e që është një lojë fjalësh. Ka nisur me piano trio numër 1 nga Mendelssohn, një prej veprave më të njohura për muzikë kamertale. Koha e parë, Molto Allegro Agitato, ka filluar me një temë nga violonçeli në shoqërim nga pianoja, e më pas në linjë ritmike bashkohet edhe violina me një version të shtrembëruar të temës. 2 instrumentet harkore luajnë në unison, ndërsa pianoja zhvillon tema të tjera. Pianistja Koprivica është shprehur se muzika e Mendelssohn është prej më të preferuarave të saj. Mendelssohn is one of my favorite composers, and I may say that I absolutely. Mendelssohn është një prej kompozitorëve të mi të preferuar. Mbase kompozitori më i rëndësishëm në shekullin e 19, jo pse është më i miri, por sepse ishte mbështetës për shumë artistë të tjerë. Ishte dëshira jonë për ta dëgjuar të gjithë ju, sepse mendoj se është shumë e rëndësishme për njerëzit të rriten shëndetshëm me kulturën e muzikës dhe artet, si dhe të mendosh në paqe, sepse muzika është gjuhë më universale. Pjesa Moje bukur amore ka qenë kapitulli i veçantë i koncertit. Interpretimi delikat e ka bërë veprën tejet unike. Ritmi i ngadalësuar nga pianoja e nis rrëfimin muzikor të kësaj vepre, Perl Arbreshe. I njëjti tingull pasohet te violina e pastaj edhe te violonçeli. Të 3 instrumentet bashkë e zhvillojnë pjesën tjetër të rrëfimit. Violonçelisti Zembrovski ka thënë se kjo vepër ka qenë shumë e pasur me harmoni e emocion. Today we listened the original piece for violin solo and orchestra. Sot e kemi dëgjuar veprën origjinale për violin solo dhe orkestër simfonike. Ishte shumë e pasur me harmonitë e saj. Është shumë e mirë, shumë e pasur me emocione dhe tonalitete të ndryshme. Ishte shumë më e gjatë se sa ajo që kemi interpretuar sot. Mendoj se është vepër e rëndësishme për repertorin e muzikës shqiptare. Violinisti Leonard Simaku ka thënë se është hera e parë që kjo vepër është interpretuar në këtë formacion. Është një program temas i vështirë duke përfshirë muzikën romantike, muzikën impresioniste franceze dhe muzikën shqiptare, një kompozitor shqiptar, Thomas Simaku. Në përgjithësi jemi shumë kënaqur sepse ky festival jep mundësinë instrumentistëve të muzikës dhomës të shfaqin skenë. Dhe programe ka një bagazh temas i gjerë. Harqet janë gjithmonë në kombinacion, në dialog me instrumente me pianoforte, me pianon. Peshë më të madhe e ka pianoja, sepse shoqëron, është tematike, ndërkohë që violonçeli dhe violina kanë temat që shprehin gjithmonë me temat, po gjithçka është vështirë sepse duhet të ketë një komunikim midis të 3 instrumenteve. Në pjesën e fundit të koncertit është luajtur piano trio nga Debussy. Pjesa Moje bukur amore është një këngë tradicionale arbëreshe e 1400-s dhe Thomas Simaku e ka marrë ka bërë një aranzhim të kësaj pjese për trio, për violin, violonçel dhe piano. Gjithashtu, kjo ishte premierë botërore, për herë të parë, sepse kjo pjesë është luajtur edhe me violin dhe orkestër që e kam luajtur në Tiranë. Pastaj ka dhe aranzhime tjera për violin dhe piano, po për trio ishte herë e parë sot.
Krejt në fund, trioja ka interpretuar në bes një vepër nga Argentina si Julian Plaza.